Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë konferencë për shtyp të trajnerit të kombëtares së vajzave Armir Grima dhe kapitenes së ekipit Megi Doçi. Kombëtarja e vajzave po mbyll përgatitjet përpara ndeshjes me Norvegjin për raundin e parë të play-offit për kualifikueset e Europianit Euro 2025 që do të zhvillohet në Zvicër dhe trajneri dhe kapitenja do të përgjigjen pyetjeve të medias duke filluar nga tani. Profesor, do t'jetë e vështirë kjo ndeshje për të kaluar? Po normalisht është e vështirë. Normalisht është vështirë. Norvegjia, ashtu siç kam thënë herë të tjera, është skuadër e fortë për çdo ekip të Europës, jo vetëm për ne si Shqipëri. Megjithatë, ne do bëjmë përpjekjet tona, do të japim maksimumin tonë dhe besoj që do të bëjmë një paraqitje dinjitoze. Me çfarë është parë, ka dhe mungesa titullarësh për këtë ndeshje, tek kampi Kuqëzi? Ka, është vërtet që ka mungesa, por unë jam shumë besim plot te grupi i vajzave që kam dhe besoj që ata do justifikojnë maksimalisht mirë besimin tonë. Është shumë Normalisht neshet në këtë sistem që janë të rëndësishme, për ne normalisht është një nivel shumë i lartë të përrujnë dhe ka rëndësinë vetë, shumë rëndësishme. Fillimi i marë është pjesë e vazhdimit të mos. Profesor, duke qenë se kjo ndeshje luhet në Shkodër, keni një thirrje për tifozërinë shkodrane? Unë një intervistë që jam shpreh, besoj që tifozërinë shkodrane nuk të dashurinë dhe jam i bindur që ata do të na ndjekin, ashtu siç na kanë ndjekur gjithmonë, edhe nesër të tjera që kemi bërë në Shkodër, kemi pasur mbështetjen e tyre dhe gjithmonë është një suport shumë i mirë për ne dhe është një motivim mjaft i madh këtu në para tyre në Shkodër. vajzat e kombëtarja në vajzat shkodrane kampione e Shqipërisë. Po normalisht ekipi kampion është edhe baza e ekipit kombëtar. Ne gjithmonë vazhdim ka qenë baza, ka qenë pjesa kryesore e ekipit tonë kombëtar. Edhe kemi disa mungesa të vajzave që luajnë te Vllaznia. Gjithsesi Vllaznia me Vllaznia dhe normal që është pjesë kryesore edhe të kombëtarëve të futbollit shqiptar. Të radhë ka pas edhe prurje të reja, ka vajza debutuese që vinë për herë të parë. Janë ambientuar në skuadrën? Po, janë fut me grupin, besoj që edhe nesër do shohim vajza që kanë talent dhe që kanë një perspektivë mjaft mirë dhe është për mua është kënaqësi që i kam grup dhe për futbollin shqiptar të vajzave është pozitive shumë që këto janë pjesë e jona. Për fitoren nesër, profesor. Po nuk e di të ketë një trajner që vjen me humbë. Sukses. Suksese, profesor. Any questions from the Norwegian press? Yes, please. Questions to both of you. What kind of match do you expect it will be tomorrow? Çfarë ndeshje prisni që të jetë nesër? Unë përse të jetë një ndeshje e luftuar, ku do t'i përgjigjemi normalisht maksimumin tonë ekipit të Norvegjisë dhe ka që përse të jetë një ndeshje shumë e luftuar. We expect to be a well-fought match, and we will respond very well to the. We hope to respond very well to the Norwegian team. Finally, the Norwegian team said that they expect Albania to make it difficult for them here tomorrow, for example, by not watering the pitch so much that it will be a bit dry. What do you think of that? Ekipi norvegjez tha që Shqipëria do ta bëjë pak më të vështirë punën për ekipin norvegjez, duke qenë si për shembull një prej elementeve duke mos u ngjitur fushën. Çfarë mendoni për këtë gjë? Unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që ekipi shqiptar do t'ia bëjë të vështirë punën duke luajtur futboll, jo duke marrë me pjesë tjera që janë pjesë të futbollit. Kështu që detyra jonë është për të luajtur futboll, për të vështirësuar dhe për të ndihmuar veten për të bërë më të mirë, jo për kjo pjesa e barit që është pjesë e jonë fare.
I don't think this is how Albania Nuk e will... kena bënë herë me dikën. Ne nuk I kena arritur sukseset tonë në këtë mënyrë. Kena luajtur sukseset I kena pritur gjithmonë fushë. We were never successful doing this kind of things, and I don't think that Albania will respond to the Norwegian team like this, but we will respond on the pitch by playing football and giving our best and trying to have a good result. Thank you. Any other question? Okay, thank you. Atëherë, pyetje për kapitenin Megi Doçi. Okay. Megi, nesër një ndeshje e rëndësishme ndaj Norvegjisë. Si është atmosfera në skuadër pra këtij takimi? Përpresim emocion, duke pasur parasysh që deri kualifikuar të kemi dalë nga grupi, kështu që për ne ishte një arritje, sepse ditës po rritemi si ekip kombëtar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër që dim se çfarë ekipi kemi përballë. Ne jemi përballë nga herë tjera me Norvegjinë dhe dim shumë mirë se çfarë cilësish ka brenda dhe çfarë letash ka brenda, por kemi besim edhe me sakrificë, me dëshirë, dhe japim gjithçka në fushë dhe t'japim më të mirën. Sytet e të gjithëve janë tek Megi Doçi për të shënuar në portën kundërshtare. Sa premton Doçi një gol të tillë? Realisht do të jetë ndeshje e vështirë, sepse ekipi përballë që kemi është një ekip shumë I fortë, por dëshira ime për të shënuar nuk ka për të munguar asnjëherë, por dëshira ime më e madhe është që të jap më të mirën për ekipin, duke qenë se udhëheq ekipin në fushën e lojës dhe besoj që vajzat kanë më të mirë, janë të motivuar maksimalisht, dhe pse jo kundër ekipeve më të mira, sepse gjithë secila prej tyre ka çfarë jep dhe ka çfarë mëson për ekipet më të mira. Kështu që besoj që edhe vajzat e presin me emocion këtë ndeshje, po ashtu edhe përdorin të mirë në fushë, sepse ndaj këtyre ekipeve mund të tregojnë veten gjithë secila. Do të jetë vështirë për ta kaluar Norvegjinë? Patjetër që po, na thashë më përpara, është ekip me cilësi brenda, por do të dimë edhe këtë sepse jemi një ekip që jemi rritje dita ditës, ne besojmë në veti edhe si dhe prurjet e reja që kanë ardhur në ekip, besoj se edhe vajzat e reja kanë një besim në veten e tyre, edhe mendoj se duke e mbështetur njëra tjetrën në fushën e lojës, duke dhënë maksimumin edhe më të mirën, duke luajtur grupeve të bashkuara, besoj se do të japim më të mirën në fushë për një rezultat pozitiv. Sa ndihmon Megi Doçi apo kontingjentin e Vllaznisë lutje në stadiumin Doroboriçi, një ambientim që ju ka qenë edhe në shumë ndeshje kombëtare dhe sidomos ndërkombëtare? Fusha e Doroboriçit është një fushë 14 vite që luaj këtu, kështu që për mua është një fushë që e njoh më mirë. Besoj se Shkodra e ka më prit gjithmonë mirë futbollin, edhe jam shumë I sigurt që duhet t'jap dhe një mesazh gjithë tifozave, sepse gjithmonë janë gatshëm për na mbështet në shkallat e këtij stadiumi. Do doja edhe t'ju thuaj që të jenë nesër të pranishëm në stadium, sepse realisht kemi nevojë për mbështetjen e tyre. Luajmë një kundërshtar që realisht është shumë I vështirë, por jo I pamundur asgjë, sepse futbolli ka treguar që asgjë nuk është I pamundur. I keni shënuar Realit në Madrid, premton një gol të tillë nesër ndaj Norvegjisë? Por në futboll nuk thotë asnjëherë jo, besimi është gjithmonë për të shënuar, punoj gjithmonë për të shënuar, por e rëndësishme është që të luaj sa më shumë për ekipin, e rëndësishme është të shpreh mirë ekipin në fushë, të luajë fort, të tregojmë luftën që gjithë secila vajzë ka dëshirë të japë dhe të tregojë cilësitë e saj. Edhe besoj se si ekip kombëtar që jemi çdo ditë vazhdimsi çdo vit në rritje, besoj se do të tregojmë sepse ekipi jon ka karakter, besoj që nesër do ta tregojmë fushën e lojës. Sukses. Any questions from Norwegian? Faleminderit për pyetjet. Kombëtarja e vajzave do të mbyll sot përgatitjet me stërvitjen zyrtare, se do të ta hapur për media 15 minutat e para. Ndërkohë, ju rikujtojmë që ndeshja luhet nesër në stadiumin Doroboriçi në orën 4 mbasdite dhe ftojmë të gjithë tifozët që të jenë pjesë e stadiumit hyrje jashtë falas, të mbështesin vajzat në ndeshje shumë të rëndësishme që është nesër. Faleminderit.